Keni në fund edhe Kadaren, me qenë se e keni taku, e keni njoft, e keni intervistu, shpesher edhe e keni kritiku e kundërshtu. Mendimi juaj për ta? Për kënë? Për Kadaren. Kadareja ka qenë mik shpije jemi, mik familje. E kupton? Njerës nuk në kom plot fotografi nga Tirana, nga Parizi, nga, kupton, nga. Unë e kom dashtë dhe kom qenë adhurusi madh i ti bille, të duket ty që shërok tash, me një mësus letërsie pe strillësit Deçanit, kemi pas shkru një letër kundër Recep Qosjes, kur si unë maturant i normales, dhe më thënë viti 5, në studime për gjuhë shqipe këto. Kundër Recep Qosjes se ja kishte sharë romanin Dasma. E kupton, ne këshim lexu, ishim entuziazmu, sepse ishin ato ardhjet e para të literaturës nga Shqipëria, kupton. E kem pasru aty, edhe ai na është përziz atë në mënyrën më simpatike të mundshme, pa na shoh, pa shpreh asnjë gjëllim. E kem të gazeta Fjala. Fjala, okej. Interesant. Kështu, e kemi dashtë, ai më ka respektu, me të të drejten, edhe janë prek shumë atëherë kur unë e kom bo një shkrim ku kom full diçka ma ashpër se sa do të duhej për Ismail Kadarin. Është një mendje e drejton, një njeri që ka shkru, bukur ka shkru. A kupton, ka jetu në një periudhë ku nuk ka mujt me ikë për Enver Hoxha. Mu më pasirë Enver Hoxha e kësha marrë në grëkën, pusë në dy faqet që thojnë e fjallë.